rrallë më ka ndodhur të jem në një situatë se kjo sot, po unë e them me bindje që kjo është një nga momentet më të vështira që unë jam detyruar të përballem në përputhjen. Ishte përballje shumë, më kaloi një ndjesi shumë të keqe, të them të drejtën. Stelina vazhdon e përlotur, nuk ndje mirë, Stelina. Unë se di të shosh njeriu në zemrës të vuaj kështu dhe mos bësh asgjë. Sinqerisht. Nuk e di. Edhe qëtë Selina e që kërko folje. Si the, Indrit? E vazhdua fjallë të Lajetit që i përmeni, thashtë tjetë Selina ajo që kërko folje është... Bëhen përgjegjësi për veprime dhe llafe që nxjerr. Indritin, nuk ka dashurie aq të madhe lart, se të kishte dashuri aq të madhe, ule kjo e goja ime. Po kur s'marr atë dashuri aq të madhe mbrapsht, me i më fal nuk lahet asgjë. Ti merru me mua. Ja ku e ke vajzën. Në qoftë se ke të rev zemra për ato, unë nuk do umbisja, ta kam thënë dhe herë tjetër. Po më rrifte. Po mënyra se si i ka rrahur asaj këto kote fundit, a kupto? Ma bënde ta idhen plera gjitha të çka kam. Jo dashuri krahasimore. Në qoftë se ti e do, nuk të intereson se ç'mendon ajo. Jo, vetja ime e para. E para është vetja ime. Atëherë si je i dashuruar. Jo, s'jam i dashuruar, pra. Si je i dashuruar. Jo, s'jam më. Ka diferencë. Nuk isha dhe s'jam më. Ka diferencë shumë të madhe. Se vetja ime është para të gjithave. E hoqa veten time para asaj. E hoqa. A do flasim atëherë se nuk doja të hapja këtë diskutim, pa a flasim për diçka tjetër ku e ka hequr Stelina veten? Stelina, si fillim, do doja shumë ta shikoje veten me sytë që të shoh unë, jo me sytë që po të shekesi sot, se je shumë më tepër nga si po portretizohesh në program. Ke thënë diçka para disa puntatash, ke folur për trastit e kejsit. Je ike nënkuptuar, por ishin të kuptueshme. Hapur nuk e folur asnjëherë. Je rikthyer pas tek skandali i Vlorës, ke përmendur sërish historinë e Sarandës. Në studio ke ardhur dhe i ke mbyllur të gjitha. Ke shtrënguar veten, si të shtoni ju të dy, ke kafshuar veten, për të mos ja thënë publikisht, për të mos u bërë shënjestër e konkurrentëve, për të mos i dhënë hapësirë konkurrentëve, por mbas edhe publikut, për të gjetur çarje në marrëdhënien tuaj, i ke përtypur, nuk i ke diskutuar kurrë publikisht. Mundem vetëm ta imagjinoj sa e vështirë ka qenë për ty, që të përjetosh situata të atilla në marrëdhënien tënde, dhe të vish të nesërme në studio, pasi ke fshirë lotët, të bësh grimin, të vishesh, dhe të thuash që ti e do kesin dhe nuk i beson ato gjëra. Unë kam zgjedhur tesh deri më sot, dhe do vazhdoj tesht për ato. Këto janë thjesht vepra që unë i kam bërë gjithë kësaj marrëdhënie. Edhe më rikthehet përballja e Vlorës, dhe cilën unë e kam nisur diskutimin dhe i kam thënë nëse ndjen të më japësh një shpjegim. Pra, unë edhe atëherë kam zgjedhur të jap hapësirën atij të flas, se nëse unë do doja ta shkatroja marrëdhënien dhe kesin, e kisha shkatruar që atëherë. Me pak pyetje. Duke qenë se unë e dija të vërtetën para se të vija këtu. Ke prova? Si? Ke prova? Ha, më lart. Nëse do doja në program. Jo pra është lufta. Nëse do doja. Nuk thuhet Stelina, një person që ti ke ndërë në fjera shkatrim. Stelina, pse e bërë, pse i mbajtë të fshetë? Pse zgjodhe ti mbash brenda çiftit? Ishte fakti që marrëdhënia ishte në fillimet e veta, a jeti një nga ato vajza që mendon prit pak se ne sapo jemi njohur, kur marrëdhënia ende nuk është e konsoliduar, këto nuk quhen tradhti, sepse a jemi dhe ne vërtet të lidhur deri në këtë pikë? Po, unë e dua, më pëlqen shumë, dua të rri me të, por janë normale deri në një fazë tjetër kur ne të dy përpos kësaj, jemi një marrëdhënie, jemi të lidhur, jemi bashk.
përpos kësaj, a është kjo një nga arsyet? Më kujtoj, patjetër që është një nga arsyet dhe unë i kam dhënë kohën e vet që kjo marrëdhënie të konsolidohet edhe të krijohet dhe të jetë çdo ditë më e fortë, dhe ato vepra unë patjetër i kam bërë që kjo marrëdhënie të ishte më e fortë dhe jo të përfundonim në këtë pikë. Arsyeja tjetër për të cilën unë e kam bërë ishte shumë e vështirë të krijoja një marrëdhënie këtu brenda, por veçanërisht jo për faktin se e shohin gjë shqiptare, por për faktin se mua më shefi më. Për faktin se njësoj siç më shohin njerëzit e mi, e shohin dhe Kesin njerëzit e tij. Dhe në moment që më kujtohet që Kesi në përballjen e Sarandës, mos gaboj, ka thënë e mendoj herë 2. Sot jam bindur që asnjëherë nuk kam menduar herë 2, kam menduar vetëm herë 1. Ndërkohë që unë kam menduar herë 2 dhe herë të gjithë njerëzit e dashur që ne kemi pas krave, sepse kjo ka qenë arsye pse unë kam zgjedhur mos të sjell asnjëherë këtu. Dhe siç nuk i kam sjell këtu brenda, nuk i kam sjell as atje jashtë tek njerëzit tanë. Ti e dashur të janë bashkë të fshet mamas tënde dhe motrës tënde. Po, dhe jo vetëm mamas dhe motrës time, por dhe njerëzve të tij. Pra kam menduar për të dy palët, sepse duke qenë se marrëdhënia jonë ishte aq perfekte dhe ne po imagjinonim jetën bashk, nuk do e toleroja asnjëherë që ime më apo edhe njerëzit e Kesit, njerëzit e mi dhe njerëzit e Kesit në një moment, në një pikë të marrëdhënies tonë, të thonin po shikojmë se ju të dy kur u bët kaq mirë ju, ndërkohë që ju keni qenë kështu. Ti Selina, je e vetëdijshme që ke gënjur dhe publikun. Unë kam gënjur veten time mbi të gjitha. Në këtë pikë kam arritur kuptoj që kam gënjur veten time për një marrëdhënie që nuk ka qenë asnjëherë marrëdhënie. Një mashkull sot po arrit kuptoj. Sjell në familje, të prezanton me familjen, kërkon t'jep atë sigurinë e jetës. E kupton që tani dalin këto, se më përpara këto si kisha kur bëja debate, me Stelinë thoshte s'ke bërë asgjë. Po ja, tani dalin. E para që e ka sjell familje Kesin jam unë. Të lutem. Dilja unë i keqi. E kupton? Se kjo është diferenca Olona, se para ca puntata shumë s'kisha bërë asgjë. Tani pas kam bërë unë të gjitha këto. Jam unë e para që kam çuar Kesin që kam me familje. lloj hapash, që isha unë ai që i kërkova të hapja diçka me këtë që të ecim përpara, ti harroja këto budalliqet e vogla. Po prap jam i keq. Dalin zëri dalin të gjitha. Po, zëri dalin, ashtu dalin zëri dhe Kesi dhe mungesa jote e besnikërisë me Stelinën. Ke diçka për të thënë për atë, se mendoj që lajmi është ai, nuk është e kemi dëgjuar që ti ke prezantuar. Të gjitha fjalëve çka kam thënë, Megi? Që s'ka ndodhur asgjë. Po, nuk ka ndodhur asnjë lloj gjë dhe se nëse ti do të rrethohesh për 5 muaj rresht, ke njëjta marrëdhënie, ke njëjta situatë, rrethohu. Nëse ti s'ke sy që ti hapësh se çfarë po bën ky djalë për mua, çfarë po kërkon ky djalë nga unë, çfarë po investon ky djalë tek ne, tek marrëdhënia jon, dhe vazhdoni mshon asaj gjë, ti do arsyen më uzon. Ti do arsyen të grihesh, të rrifesh, të vritesh. A kupton? Në qoftë se ti nuk zgjedh të përkushtosh atë mendjen tënde tek qetësimi i gjës dhe jo ti hedhësh vetëm benzinë zjarrit. Po pse do Stelina këtë? Pse do donte Stelina të shkatronte marrëdhënien? Nuk e di pse donte këtë lloj gjëje. Nëse hem një akuzë duhet të kesh edhe një mendim të në qoftë se ka dashur pra aq lloj kohe dhe sot më vjen me këtë ndrimin, me këtë qartësimin e madh, jo unë s'jam fëmijë të bëj lojra, unë nuk jam kalamat të bëj lojra. Çfarë ka ndodhur Vlora dhe Saranda? E vërteta e Vlorës është kjo. Shkatrimin e Kesit. Se kam qef ta dëgjoj. E disa qef kam shumë qef. Do më mbush jegon aq shumë dhe do t'rregoj çdo gjë. Vazhdo. E disa qef kam, du ta dëgjoj. E vërteta e Vlorës është kjo. Që fillimisht më ka ardhur mua ftesa për të shkuar në Vlorë. Dhe janë mesazhet në telefonin tim. Pasi erdhën mesazhet dhe unë i kam thënë ne kemi qenë në fillim të njohjes, dhe kam thënë jo, nuk kam se të vi. Më vjen një mesazh nga Kesi dhe më thot, do të tregoj kur të kthehem në Tiranë se me kë jam në dërmi. Dhe unë i kam çuar vetëm një pikë pyetje. E vërteta qëndron që nuk janë takuar rastësisht. Amane, unë kam video që jam takuar rastësisht, kam shkuar për punë me fugon. Kam bërë një veprim provokimi kundrejt teje, për të parë se si do reagoj dhe kjo është shkatrimi që mora. E kuptove, kjo është e përgjigja që unë mora. Pra kjo ishte dashuria dhe mlefi jot për të shkatruar atë gjën që momentin e parë që unë t'u kundërvura tani. Se ke mbajtur marrëdhënie me provokime pra? Lëre, e hodha unë, e shkatrova unë. Momentin e parë që ti pate mundësin, kjo pra është, a kupto, kjo është logjika e jetesës. Momentin e parë. Momentin e parë që ti
pate një dobësim dhe the dua të shkatroj Kesin ja që e nxorre. E kupton? Pa, nuk tha këtë, më Kesi. Jo, si shkatrimin e Kesit, kur e nxjerr nga goja mbaje, Megi, kur e nxjerr nga goja duhet ta mbash. E tha para 3 minutash. E tha, shkatrimin e Kesit apo të marrëdhënies. Ajo tha, po të doja të shkatroja Kesin dhe marrëdhënien. Po pra, nuk e thot njeriu që të do, njeriu që ha gur për ty, nuk e mendon që ta thot, jo më ta nxjerrin nga goja. Po këtë pra tha dhe ajo, që nuk dua ta bëj, sepse dua. E ka pas në mendje, pra nuk dua, po e kam pas në mendje. Kjo është logjika, mëse si jam i verbër, si jam as budalla. Kjo është ajo që unë bëj luftë me egon, mëse njeriu po e nxorri nga goja, e ka menduar. Siç nuk kam nxjerrur kur. Si? Nuk e kuptoj. Më fal, fjalën, s'kam dashur të shkatroj Kesin. I bie që e ka menduar. Po, Kesin dhe marrëdhënien. I bie që e ka menduar pa e thot, sepse një njeri në qoftë se do ai shumë e mbron me mishe me shpirt. Po pra, ajo këtë ka bërë më Kesi, ajo këtë ka bërë. Do me thënë, një provokim që unë i kam bërë asaj, një situatë që kam dash ta kem as në mëngë, gjithmonë, sapo ma ktheu në një mënyrë aq të bukur, saqë dhe kujtoj se do që i bëre ti tani? Si? Bas gjithë këtyre që i bëre ti tani? Po jo, jam kurioze da di, as në mëngë është edhe fakti që e ullur në gjunjë në Sarandë, më ke thënë falë se e vërteta nuk është ashtu? Për dashurin, jo për ty. Ja, kjo është dashuria. Bravo. Kjo është dashuria. Tregoti mu dashurin, edhe ullje në gjunjë. Dakorde? Kjo është. Se më vindi mu për... Kështu pra ka qenë fjala shkatrim që mua më acaron nervit. Ka dash me më shkatru mu, pra trurja saj, ashtu punonte, se një njeri që të do të kamerën dhe të vjen në Sarandë të ka për veshi. Ndërkohë që unë ju luta se isha në punë, vlla, isha në punë. Isha në punë, me motor, në turizëm, në punë, dhe i thash, hajde mor të lutem, hajde rri me mu. Edhe, mora këtë. Qa ti the mu tash, kjo po në qesh. Isha në punë, thot. Mos punoj aq fort se u lodhe. Laert. Stelina, të tha pak më parë që ajo histori ishte një provokim që ta kisha unë as në mëngë më vonë. Ai njeri e ka ndërtuar marrëdhënie me provokime. Duro të baroj. Ai njeri e ka ndërtuar marrëdhënie me provokime. Po të them tani siç je në studio. Ki pa kujdes, sepse gjithë kjo sjellje që po bën tani, mendoj që mund të jetë një tjetër provokim. Pse? Pse? Me çfarë qëllimi, ma thuaj pak herë. Unë nuk shoh te ky djalë këtu. Unë nuk shoh asgjë tjetër përveç se ajo që jemi rrit në lagje dhe na thon a ke burni apo s'ke burni, që është gjë më e shëmtuar, se burnia nuk është kjo. Burnia nuk është të shohësh një vajzë që qam për ty, që vuan për ty dhe ti të vazhdosh dhe të thuash s'më the një FLM. Kjo është çmenduri, nuk është burni. Kjo është, domethënë, ky është material që nesër janë ata që dalin dhe i marrin i fusin makinë me zor. Ky është materiali që rrit lagja në Shqipëri. Jo, ky është materiali që kanë femrat në Shqipëri, Laert, se edhe ti prandaj ke ngel pa martuar dhe unë prandaj has to probleme, sepse Naça thot, momenti i parë të thash që s'është koherente se unë e njoh të dua dhe mbas 20 minutash do të shkatroj, do të vras, do të boj. Pra, e gjithë kjo që bën. Jo, pra jo se ka drejt kjo kocka këtu se është rrallë vaj me usull. Përveç se gaslighting që quhet në anglisht. Ta mbyll më mirë. Në Shqip është ajo që ne themi shtrekje zvarr prej flokësh. E përsia e tij ekonomike kërkon nëpërmjet krenarisë së tij dhe egoizmit të tij të detyroj ty të heqësh atë shprehjen që ke thënë kur je prezantuar tu në emision, që ke thënë unë jam femër dominante, po do doja një burr që të mbante timonin, t'ja lija timonin. Ke thënë këtë shprehje kur ke hyrë. Këtu nuk po flasim për timon. Këtu është fut një buldozier që ty po të bën rafsh dhe të gjitha rafsh me tokën, jo rafsh me të mira. Dhe të gjithë veprimi i tij, gjithë mënyra se sillet tani është sepse pikërisht do të shkaktoj ti shpeshherë bie pre. Pse po e provokon Laert Kesi Stelinën? Pse? Bie pre e mostrës që ka krijuar, sepse pret që ajo të dali nga vetja dhe të thot pikërisht të gjë. Tani do të shkatroj. Dhe si e ndihmon kjo Kesi? Si më ndihmon mua? Ajo e ndihmon Kesin duke dal Stelina keq, sepse Stelina ka vendosur dhe thot, unë nuk hap gojën për Vlorën, nuk hap gojën për Sarandën, nuk hap gojën për disa gjëra, sepse Stelina kërkon pajtimin. Kesi nuk kërkon pajtimin. Kesi kërkon që ajo të nënshtrohet. Pra Kesi kërkon shërbëtore. Kesi nuk kërkon të dashur.
Po. Jo, mor, jo. Po. Sa vajtëm 4 muaj këtu, kur e kam, do me thënë, një herë që unë kam thënë do ta shkatroj, një herë që unë kam dash ta shkel me fjalët. Po kapes të fjalët e çikërima. Shiko kornizën e madhe të gjës. Po të ftoj për këtë gjë. Në momentin e parë që nuk i pëlqen diçka të hidhet në prandaj po të them. Nuk është kjo dashuria, nuk është kjo jeta. Se unë i kërkova që të bëja diçka me atë jetësore. E di si dukesh si ata fëmijë që u kanë marrë lodrën. E mbyllim diskutimin kesit Stelina, fatkeqësisht një herë tjetër që ngelet një dyshe pa përgjigje me pikpyetje shumë që e pasojnë. Pak e vështirë sërish që të marrë një përgjigje sot, sepse do ta kërkoja një të tillë, por nuk do ta bëj, sepse ka gjithmonë një nerv që nuk ulet në mes të dyve. Besoj që në këtë pikë duhet të bie dakord me Laertin dhe me Aulonën, që kemi 2 vullnete të kundërta. Dhe e mira është që sot nuk dua t'i fryj zjarrit më shumë. Do ta bëj këtë, se s'ka qenë një maraton e thjeshtë.